Hithra, bima magjike që bën mrekulli në shëndetin ton, ja si ta përdorni. Hithra është një bimë e cila shpesh njihet për vetitë e saj të shëndetshme për organizmin. Hithra mund të konsumohet të kombinuar apo e shndërruar në një lëng dhe që në rast konsumimit të paktën një gotë të tillë në ditë është ilaç për veshkat, reumatizmën dhe artritin. Kjo është një bimë e cila përdoret gjatë stinës së pranverës dhe verës, ka funksione të dobishme shëndetësore që ndihmon në pastrimin e gjakut dhe sjell përforcim tek persona të cilët janë anemik. Është e rekomandueshme që kësaj periudhe kohore ju të konsumoni hithra në byrek, supë apo edhe në formë kombinimi me sallatën, por gjithmonë siguroni që të shfrytëzoni të gjitha benefitet e kësaj bime, pasi ajo do të sjellë shumë të mira shëndetësore për shëndetin tuaj.